Kur ta provoni këtë recetën me pite me djathë dhe suxhuk, do më falenderoni. Është receta perfekte kur mlidheni me miq dhe familjar. Sipër mund të jini çfarë doni, por unë këtë herë kam bërë me suxhuk, djathë, domate dhe speca. Hajde në gjithë rregoj se si e bëra. Për të zënë brumin është shumë e lehtë, thjesht na duhet një gotë me qumësht, një lugë gjelle maja, gjysmë lugë gjelle krip dhe miell. Këto pastaj do t'i përzijej mirë dal nga dal derisa të na bëhet një brum. Po shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë ju që ndiqni videot e mia, edhe pse 84.5% e juve i ndiqni videot e mia, i bëni like, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi kemi lënë brumin të pushoj 2 orë në një vend të ngrohtë, ai është gati për të punuar edhe një herë dhe për të hapur. Unë këtë brumin e ndava në 4 kuleç. Do të hedhim pak miell sipër, do të punojmë një nga një duke i hapur në këtë formë. Ju mund ta bëni si doni edhe në formë rrethore si picë, por unë për këtë video e bëra kështu. Më pas do të shojmë salcën e domateve, presim mozzarellën dhe suxhukun dhe i vendosim dhe ato sipër. Sipër do të shtojmë dhe speca, pak djathë grana, do të shtojmë edhe domate e pomodorini. Dhe këto do t'i fusim në furrë për 15 minuta në 230-250 gradë. Pas çerek ore këto janë gati. Shtëpia mori një super aromë, sikur ishim në piceri. Faleminderit shumë që ndoqët video, mos harroni të bëni like, lini një koment dhe bëni follow. Shkruani në komente çfarë gatuaj video në radhës. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Ciao.